Rreshti të shiut dhe borës shkaktuan dëmë të shumta në disa rajonet e vendit, njoftojnë nga qendra për menaxhim me kriza. Në Demirhisar, Resnje, Krushev, Dollnen, Ohër, Strug, Kërshov, Gostivar dhe Tetov është njoftuar për përmbytje, ura, oborë shtëpi, magazina dhe rrugë të dëmtuara. Nga qendra për menaxhim me kriza thonë se shërbimet kompetente po ndërhyjnë, ndërsa rreth 150 persona në Kërshov janë evakuuar. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se për shkak të rreshjeve të shumta të borës, 2 punonjës të një operatori celular nga Shkupi mbeten të bllokuar, përderisa lëviznin me një automjet terreni në Lazaropole. Kërkimi për ta zgjati 9 orë, pasi nuk mund të vendosej kontakt për shkak të mungesës së sinjalit celular. Ata u evakuuan dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike njoftojnë se gjatë 24 orëve të fundit, rreshje më të mëdha të borës janë regjistruar në Mavrov, në Pozharan, Ohër dhe Krushev. Shtresa më e madhe e borës është në Kodrën e Diellit dhe atë 31 cm, në Krushev 14, ndërsa në Ohër dhe Gjurisht 5 cm. Në Tetov dhe Berov bora është 2 cm. Sipas sinoptikëve, sot moti do të jetë me vranësira dhe i ftohtë, me rreshje të borës dhe veçanërisht në zonat malore. Qarkullimin në të gjitha rrugët shtetërore në të gjithë vendit po zhvillohet në kushte dimrore, ndërsa në disa akse rrugore ende ka kufizime për lëvizje në mjeteve të rënda motorike. Nga lidhja automoto njoftojnë se ndalesja për qarkullimin automjeteve të rënda vlen në aksi rrugor udhkryqin Mavrov-Diber, si dhe në segmentin Strug pikë kalimin kufitar Qafthan, në të 2 drejtimet. Nga ky mëngjes është hequr ndalesa për mjete të rënda të mallrave në aksin rrugor Gostivar-Kërshov përmes kalimit Valor-Strazh, ndërsa të gjitha akset të tjera rrugore janë të kalueshme, por rrugët janë kryesisht të lagshta. Nga lidhja automoto apelojnë për kujdes të shtuar në rrugët Katalnov-Veles, Mavrov-Diber, Strug, Vinic-Berov dhe Koçan-Dolçev, ku ekziston rreziku nga rrëshqitja.